Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit ka çelur sezonin e ri artistik në tingujt e dy prej gjigantëve të kompozimit botror, siç janë Beethoven dhe Mozart. Fantazia magjike e Beethoven dhe Requiemi i fundit i Mozart kanë inauguruar çeljen e një sezoni të larmishëm. Dy kryeveprat e muzikës klasike nga dy kompozitorët me ndikim të jashtëzakonshëm në artin klasik kanë ardhur për publikun artëdashës në këtë fillim sezoni. Koral Fantasy njihet si një ndër kompozimet më të bukura të Beethoven që I ka paraprirë simfonisë numër 9, ndërsa Requiemi I Mozartit, kompozimi I tij I fundit na fut në një tjetër mister të radhës. I gjithë sezoni do të sjellë në skenë një përzgjedhje të pasur shfaqjesh që përfshin vepra klasike dhe moderne, koncerte simfonike, performanca baleti dhe koncerte të ansamblit popullor.